Ndërtimi i kullës në qendër të qytetit të Shkodrës ka mbledhur këtë të hënë një takim drejtues të Miftinisë dhe Kishës Ortodokse Shkodër. Në fjalën e tij Mifti i Shkodrës Imam Muhamet Sytari tha se institucionet nuk japin zgjidhje problemit të pronës dhe se kanë fituar gjyqjet. Sipas Miftiut Sytari, kemi të bëjmë me rigrabitje të pronës tonë dhe këtë e lejon shteti. Institucionet e vendit tonë çuditërisht dhe paradoksalisht nuk japin zgjidhje, dhe që është zaptimi i një prone, që është prone përbashkët e dy komuniteteve tona, por jo vetëm, e familjes Laçe e tjerë. Kemi fituar gjyqje, i kemi të gjitha çështjet në rrugën e marrë, edhe paradoksalisht jemi në këtë realitet që ju jeni të gjithë dëshmitarë. Ajo që mu me vjen keq mi të gjitha, është fakti se element të caktuar të këtij qyteti e keq përdorin këtë situatë për të mbjedhur urrëtie ndërfetare, për të mbjedhur çfarë nuk duhet. E ne punojmë me sa kemi mundësi dhe nuk tërhiqemi për asnjë çast dhe për asnjë moment dhe për asnjë arsye në botë nga përpjekja për të arritur të drejtën tonë. Është një rigrabitje e pronës tonë, meqense ne jemi në atmosferën 35 vjetorit të rihapjes së kishave dhe xhamive. Është shembulli më i keq dhe shembulli më i neveritshëm se si shteti në vend që të respektojë komunitetet fetare dhe të mbyll një herë për gjithmonë problemin e madh të pronave, lejon që të rigrabitet prona komuniteteve fetare, edhe unë them 1 milimetër qoftë ai në fshatin më të largët, a në zemër të Shkodrës është barabar, është njësoj. I pyetur për hapat e rrallës që të ndiqen apo organizimin e protestave, Imam Sytari tha se çdo gjë në kohën e vet dhe ka më shumë se protesta brenda kuadrit ligjor. Në kohën e muajit Shaban i than muajit Ramazan që vjen më pas, se nuk vjen në Shaban, tha çdo gjë në kohën e vet është e bukur edhe e duhur. Ka më shumë se protesta, por çdo gjë në kohën e vet edhe brenda kuadrit ligjor. Ndërkohë drejtuesi i Kishës Ortodokse Shkodër At Aleksandër Petani u shpreh se jemi 35 vite në gjyqje dhe janë lodhur shumë, sipas tij feja dhe prona po grabiten. Kemi 30 e sa vite që jemi në gjyq për të përfituar pronën tonë. Ka rreth 7-8 vite, 10 vite që gjykata kushtetuese mori vendimin që ajo pronë i takon pronarëve të tokës dhe VKM-ja e nxjerrur në atë kohë, pra, ka dalë ashtë antikonstituse. Duke dalë antikonstituse, bjen çdo gjë, bjen poshtë çfarë do lloj gjyqi që mund të kenë bërë, mund të kenë fituar, mund të mos kenë fituar. Po jemi lodhat shumë. Sa tani na ka ardhur, si thonë në majt hunsë edhe jemi të detyruar dhe si sa dhe Miftia, ndoshta edhe duke na marrë në përgojë, ndoshta edhe duke na hyrë apo duke na sharë, megjithatë s'ka gjë, është prona e Zotit. Feja. Edhe prona po shkelin me këmbë, edhe po gabiten nga njerëz që ne nuk i njohim fare se kush janë. Në qendër të qytetit të Shkodrës është planifikuar ndërtimi i një kulle 35 kaçe dhe puna ka nisur prej disa ditësh.